që të hiqë, du me thonë, aja patrulla aty në përhershme që ka qenë statike në fillim të pjesës e lumit Tibër, urës qëndrore që ka qenë e një. Në këtë kontekst është edhe pyetja ime. Që shëshe një zoti Sufi këtën? Kanë qenë zhvillimet në veri që ka qenë pozitat kritikë. E shojmë si përpara, përveç shikone kush i ka paralajmëru këto zhvillime më herët, edhe këto raporte, se sa i përket sigurisë Kosovës, po ju tregoj, që një bashkëpunim shumë i mirë i forcës sigurisë Kosovës me NATO, i policisë Kosovës, me pjesën e sigurisë ndërkombëtare këtu në Kosovë, është në relacion edhe me ata që i mirë mbajnë këto raporte, edhe shikone... Situata e sigurisë në veri është për shkak disave që i mirë mbajnë të raporte, zote Jusufi? Absolutisht. Po të mos ishin Amerikanët me të cilët ne kemi bashkëpunim e gjithmonë në relacion të mirë, me bashkësinë ndërkombëtare, me pjesën tjetër. Zote Jusufi, le ta bëjmë avokat në djallë, dhe unë po bëj përfaqësues dhe vetëvendosjes në një pyetje këtu. Hajde, më imagjino. Ata do thoshin që ju ishit në pushtet, keni qenë në pushtet një 15 vjetë në koalicione të ndryshme, por nuk ka qenë situata në veri për të përuruar një urë atje u dashë me shku me trupat e këforit. Qytetarët i kishin kretë pamosh me lëvizin, qytetarët e pjesës jugut, qytetarët shqiptarë. Kishte një dasëm para disa ditësh ose një aheng në veri, kënoj Shqip. Këto s'kanë ndodhur, do thoshte një aktivisti vetëvendosis. Do të mi avlu me anën fort edhe qëtyre në gjarjeve që ndodhin, edhe kur janë për mirë edhe për keq, edhe për ju thamë, edhe manipulimet që mund ndodhin, veç më do një pak menën, se për ju të regoj që ka funksionu shteti i Kosovës atje, me gjykata, me prokurori, me polici, me dogana, me qytetarë të cilët kanë punu me stemën e Republikës Kosovës edhe me dokumentet Republikës Kosovës. Një fishklim ata u tërhoqën pastaj. Edhe ju e dini që ka pas edhe incident atje, ka pas edhe ndërhyrje nga policia jonë atëherë, kur nuk kanë qenë këta në pushtet. Ka pas besa veprime institucionale në bazë ligjit të Republikës Kosovës, po krejt këto dikush i ka bo pa zhurmë e pa i përvetësu. Zoti Sufi, këtu është dallimi. Të duhet bëja njohë, thani, në veri, kafe, me pi, dikush ka shku për qef, me pi kafe, s'ka qenë kjo situatë. Tani këtu